Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhën në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesdi do jemi në shoqërinë e emisionit me zemër të hapur, edhe këtë të enjte të datës 2 tetor jemi live dhe drejt për së drejti në këtë studio. Ditën e dieshme kemi qenë në kërkim të një vajze 15 vjeçare nga zona e Lushnjës, babai së cilës ishte në transmetim të drejt për drejt me ne. Në kohë reale të gjithë ndjekësit e 15 vjeçares në TikTok na dërguan foto dhe video ku ajo kishte qenë paralelisht me emisionin edhe live në TikTokun e saj dhe babai identifikoi në mënyrë të fshehtë, të paktën në disa foto dhe video, të cilat ne nuk i pasqyruam dot dje, identifikoi që ishte e bija. Ndërkohë, edhe pse është lajmëruar dhe i është vënë në dispozicion edhe numri i telefonit i redaksisë emisionit me zemër të hapur, 15 vjeçaria nuk ka reaguar ende për redaksinë e këtij emisioni, por ndërkohë e ka kthyer rrjetin e saj TikTok në një adresë private duke mbyllur gjithçka, komunikim me të gjithë. Ndërkohë, përpara se unë të dal tek tema e ditës, një tjetër ekskluzive që me sa duket kjo javë është e mbushur që nga e hëna ku kemi startuar edhe sezonin e ri televiziv, unë do lidhem drejt për së drejti me Lushnjën, aty ku ndodhet babai 15 vjeçares. Përshëndetje zotri. Përshëndetje më. Në radhë partë falenderoj edhe njerë që jemi së bashkut, kam premtuar deri në gjetjen e vajzës tënde, të jemi së bashkut çdo ditë, qoftë edhe shkurt, si dita e sotme, në lidhje të drejt për drejt telefonike. Në momentin që ti je rikthyer në familje ditën e dieshme. Edhe ty falenderoj shumë si emision. Faleminderit. Atëherë, bashkëshortja na kishte ndjekur nëna e vajzës? Jo, nuk e ndjek dot, nuk e ndjek dot. Për shkak edhe të gjendjes që është, nuk e ndjek dot. Atëherë, çfarë mund t'i themi teleshikuesve në këto momente? Ke ndonjë lajm nga vajza apo nga policia? As nga policia, as nga njerëzit, nuk ka rënë asnjë telefon në jetë. Gjermës në këtë moment asnjë. As nga policia asgjë. Por bashkë kemi pasur disa telefonata mbrëm para ditën e sotme. Bashkë ne kemi folur edhe mëngjes prapë më ore, prapë faleminderit shumë. Po policia në Tiranë që mora dion sa do të kthej përgjigjes, nuk ka kthyer para asgjë. Ti udhtove për në Lushnjë sepse ke në gjendje të rëndë edhe bashkëshorten tënde në vajzës, por do doja të dija, ti i telefonove policisë në Tiranë? Në Tiranë, po. Çfarë të thanë? Ja vure në dispozicion gjithçka që... Vetëm kaq më thanë do ta gjejmë. Vetëm kaq thanë do ta gjejmë. Po. Mirë, unë uroj të vinë lajme sa më të mira në lidhje me vajzën, që policia të paktën të ketë identifikuar se ku ndodhet vajza. Ne materiale kemi në dispozicion që mund t'ja vëmë dhe policisë, por dhe policia mund të hyjë shumë mirë në TikTokun e vajzës, pavarësisht ajo mbas ditën e dieshme e ka kthyer privat, por ka mundësi policia për të zbardhur gjithçka. Deri në arritjen e një rezultati ne do jemi çdo ditë në transmetim. Po e la të dorë të më falë, po e la të dorë policisë, policia nuk bërë asgjë, o policia po bërë një muaj që po vete policisë nuk kanë bërë asgjë për gjëja. Shiko, a mund të themi diçka për publikun, vajza me vete ka pas mjet identifikues? Jo, nuk ka. Ajo ka pas kartë identiteti dhe nuk e ka marrë, më thuaj pak. Jo, nuk i kam zgjerë, nuk i kam zgjerë. Nuk ka asnjë mjet identifikues vajza? Asnjë mjet, asnjë lloj. Qartë. Mirë, atëre, të lutem, bashkë do ndajemi, ju mos e mbylli numrin e telefonit dhe me numrin e policisë së Tiranës që keni folur dje, mund t'ja kaloni pak kryeredaktoris emisionit me zemër të hapur Anila Mataj. Të lutem, bashkë miru pafshim, do mbetemi në kontakt, mos e mbyll numrin e telefonit, komuniko me Anilën. Faleminderit. Në rregull, faleminderit. Atëherë, nga rasti 15 vjeçares edhe komunikimit me babain në këtë lidhje të drejt për drejt telefonike ku ende policia nuk ka gjetur vendodhjen e 15 vjeçares, pavarësisht se ajo dilte live në TikTok ditën e dieshme, kishte qenë pak përpara se të niste edhe transmetimi live. Unë i siguroj 15 vjeçares, nëse po ndjek në transmetim të drejt për drejt, kemi bërë një punë bindse me babain, ajo mund të kthehet e qetë në familje, por edhe në qoftë se është një mjedis i pasigurt familja për të, apo diçka ka ndodhur në familje që ajo nuk rikthehet, të kontaktoj me ne, të kontaktoj me policinë e shtetit dhe gjithçka do merret institucionet shqiptare në mbrojtje të kësaj 15 vjeçare. Uroj që ajo të jetë gjallë dhe shëndoshe mirë, të paktën informacionet që mbritën gjatë transmetimit live ditën e dieshme e dëshmonin këtë gjë. Mirë, nga historia e 15 vjeçares do kalojmë në historinë e një tjetër të mituri. Është një mitur që me sa duket është bërë mediatik që kur ai ka qenë 4-5 vjeç. Nëse do rikthehemi viti 2017-2018,
emisionet më të klikuara të emisionit Me zemër të hapur janë pikërisht përballja e nënës së këtij djali i cili dikur ka qenë shumë i vogël, por sot është një 13 vjeçar. Nëna e tij së bashku me babain kanë pasur një luftë dhe një përballje shumë të madhe me njëri tjetrin në studion e emisionit Me zemër të hapur, por i mituri ka pasur fokusin edhe tek gjyshja e tij. Mund të themi që ajo është gjyshja më e urryer e TikTokut, se çfarë ka ndodhur me Natasha Romumblën dhe Armando Kumarakun, ndjeki materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me zemër të hapur, Anila Akmataj, dhe pas pak vetë 70 vjeçarja zonja Natasha është për të disatën herë në studion e emisionit Me zemër të hapur, por në mënyrë ekskluzive pas lirimit nga gjykata e apelit. Ajo është lënë e lirë me detyrim paraqitje, vijojnë seancat gjyqësore. Në paraburgim është i biri 44 vjeçar Armando Kumaraku në paraburgimin e Beratit. Të gjitha këto do t'i diskutojmë sipas fokusit të Natashës, ndërkohë që edhe nëna e 13 vjeçarit është lajmëruar për transmetimin e këtij emisioni. Nuk e dia do ta thyej jeshtjen apo jo nëna e 13 vjeçarit. Ndjekim materialin dhe rikthehemi në studio. Një histori e cila ngriti alarmin social një vit pas ngjarjes që tronditi publikun, ku Natasha Rombula dhe djali i saj Armando Kumaraku u arrestuan me akuzën e keqtrajtimit të miturit, vepër e kryer në bashkëpunim. Sipas denoncimit të ish-bashkëshortes së Kumarakut, dy të rriturit shfaqnin në disa video të publikuara në rrjetin social TikTok, ku i mituri vetëm 10 vjeç përdorte fjalor banal dhe fyes. Kjo familje është bërë e njohur për publikun edhe përmes ekranit. Për të disajtën herë, ata i kanë besuar historinë e tyre emisionit Me zemër të hapur, duke kthyer një konflikt të thellë familjar në një çështje publike dhe në shumë raste në një realitet të dhimbjes, por edhe pas ndërhyrjeve mediatike, duket se rrënjët e problemit kanë mbetur të patrajtuara në thelb. Një marrëdhënie toksike mes prindërve, një ambient konfliktual dhe një fëmijë që rritet mes kaosit dhe mungesës së stabilitetit emocional. Sot Natasha është e lirë ndërsa djali i saj Armando vijon të qëndrojë në paraburgim. Fëmia për të cilin u ngrit gjithë zhurma publike mbetet ende figura më e lënduar në këtë histori, viktime një rrethi dhune psikologjike dhe ekspozimi. Sot Natasha për të disajtën herë ka zgjedhur sërish studion e emisionit Me zemër të hapur për të rrëfyer atë çfarë ka ndodhur dhe ndodh aktualisht me familjen Kumaraku dhe fëmijën e tyre. Ndiqni rrëfimin. Mbaj mend që emisionet e fundit në fakt që kam zhvilluar përpara 7-8 vitesh e kam mbyllur me një thirrje drejtuar prokurorit të çështjes. Kur fëmia ishte vetëm 4-5 vjeç dhe kam thënë, të lutem, mendo interesin më të lartë të këtij fëmie, mos mendo as për nënën e djalit, as për babain e djalit, as për gjyshen e djalit, mendo vetëm për djalin. Ti gjejmë atij një mjedis të sigurt nëse ky debat do të vazhdonte midis prindërve, por edhe gjyshes të këtij 13 vjeçari sot. Me mua në studio, pas lënies së lirë, vetëm në fundin e korrikut, sepse ka qenë në arrest shtëpie, fillimisht disa muaj ka qenë në arrest me burg, 70 vjeçaria, zonja Natasha Rombula është me mua në studio. Zonja Natasha, përshëndetje. Përshëndetje, me paraburgim. Me paraburgim, pra? Se jemi të pafajshëm akoma. Po, derisa të merret, po. Gjykata e apelit. Po, patjetër. Vendos drejtësia. Patjetër. Ke qenë në paraburgimin e burgut të grave, më pas ke kaluar në arrest shtëpie dhe tashmë je lirë detyrim paraqitje, nuk e di se si shkon dhe paraqitesh në polici. Një herë në muaj derisa të mbaroj dhe apeli. Okej, mirë, do rikthehemi çfarë ka ndodhur këto 7-8 vite pa vëmendjen e publikut, por vëmendje ka marrë pikërisht arrestimi i yt edhe i Armandos në lidhje se çfarë pasqyronit ju në rrjetin social TikTok. Përballë teje do jetë Sara Demozi, është avokate, përshëndetje, mirë se erdhe. Ju vini nga zyra e avokatëve antikorrupsion, detektive privat, me në krye zotin Ndue Pietra dhe themelues i gjykatës së arbitrazhit. Faleminderit që je me mua. Dhe Alketa Selimi, psikologja jonë, përshëndetje Alket, mirë se rivjen. Mirë se u gjeta. Për një tjetër temë dhe shumë sociale, por dhe emocionale, për sa i përket përdorimit të TikTokut, përdorimit të miturve. Shumë e prekshme. Shumë e prekshme. Mirë. Atëherë, çfarë ka ndodhur, Natasha, se ti e thyen heshtjen? Në radhë të parë, dua të falenderoj emisionin News 24, që më ka dhënë mundësinë
që gjithmonë të shprehem, gjithmonë të kërkoj të drejtat ligjore, si për atë nipin e vogël që ka kaq vite, si që përmendët edhe juve që po vuan në krah të mamas, dhe opinioni ka arritur dhe të kuptoj nga shpifjet e saja që të dënohet babaj që ka arritur që 17 vjeç dhe gjyshja e tij që ka qenë gjithmonë prezent tyre. Megjithatë unë sot... Unë nuk citova vetëm nënën, edhe babajnë edhe juve si gjyshe. Dakor, jo, nuk kam dhe me juve, po që theksoj që dhe publiku t'i vi ndërmend se cila është ajo gjyshja që bëjnë të keqe, po jo. Unë shumë mire kam thënë dhe në momentin më të vështirë, që unë jam një gjyshe eroin, rrit atë një pintim, do të arris, dhe do jem derisa t'japje jo në burg, po dhe të më mbyllin edhe murin kinez të më vën përpara, mua nuk më ndajnë dot nga i nip. Megjithatë, unë do flasë për sa... Në çfarë moshe e ke rritur nipin? Te ja kujtoj njerë të shkuesve? Nipin e ka rritur babaj me në krah mua, 17 ditë, deri në 5 vjeç, që jema doli në të dielën shqiptare, me një majmun, me një kukull majmun jeshil në dorë, edhe duke kërkuar ndihmë publikut që mua më ka ngelur kjo. Sepse atë fëmijë që e lindi që e mbajtë 9 muaj në bark, nuk i dha shpjegime publikut që ku është ky fëmijë. Ku e la këtë fëmijë? Ku ishte 5 vjet kjo nën? Kurse sot, për një ofendim që ka bërë ai nipi në TikTok, për të mbrojtur gjyshen, arriti dhe të burgosi baban dhe gjyshen, baban që ja bëri 5 vjeç, që bëri dhe nën, dhe i haroj të gjitha të mirat, pa ajo është një element që kërkon si të bëj keq babaj të fëmis. Dhe, mos haroni, jo se i bëri keq Armandos dhe Natashës një na futin para burgim, apo që na hodhën prangat me duar mbrapa se kur ishim kriminela edhe vrasës, por ajo i ka bërdëm fëmis që kanë bajtur afër gjithë shokët në shkollë, e mësuesët e shkollës, mësuesja kujdesare, që e falenderoj dhe nuk dua të zemrin goje, sepse do ta di organet e drejtësisë, e din se ka dhënë dëshmin, se kush është ai fëmijë, sa afër e kanë bajtur. Nëna e djalit, ndalojmë pak, nëna e djalit është kujtuar, thoni ju, mbas 17 ditë që e ka lënë. Mbas 5 vjetëve. Po pra, 17 ditësh e ka lënë tek ju, nga 17 ditë deri në 5 vjeç, ajo u kujtua dhe doli jo vetëm në media. Po, por e kërkoj edhe në rrugë ligjore. Bravo. Atë që bëri mbas 5 vjetëve në rrugë ligjore. Pse nisi kjo luftë midis jush? Një minutë e nderuar gazetare. Atë që kërkoj mbas 5 vjetëve, që kërkoj fëmin me një kukull para ekranit teatr, se luajti teatr, atje. Jo se kërkoj i dhim të shpirti, se po të dhim të shpirti, në 17 ditë na i lanë fëmin, le të vinte në 20 ditë, le të vinte mbas 20 ditëve të fëmis. Por ajo nuk erdi kur, si duket i pëlqeu liria e saj, o diku e pa keq me marrëdhëniet e punës, si që kam dëgjuar që organet e Ministria e Arsimit e di, që ka patur problem, dhe tha, si të shpëtoj unë tani që mos unë bas punën, të dalë në media, të marrë dhe një avukate dhe të kërkoj fëmin ku e kam, sepse ajo fëmin e dinte. Atë që bëri, ta kështë bërë qatë ere me drejtësin. Natash, nga lufta ligjore në gjykat për të vendosur kujdestarin e fëmijës, pse arritë deri tek arrestimi juaj? Pse nëna e këtij djali doli dhe në dhjetor të 2023-shit ngriti një padi për ju dhe për djalin tuaj për përdorimin e nipit në TikTok dhe për përdorimin e fjalëve banale në TikTok. Do ta them që mos më ndërpresësh që të fitojmë edhe kohën e të japim dhe sqarim me publikut. Po të bëjmë edhe pyetje. Se ndaj jam këtu, por unë dua të bëj edhe një përshëndetje të gjithë paraburgosurve, si në femra dhe në meshkuj. I them Armando si mos të mërzitet as për mua, as për djalin që ka 2 vjetë. Pa e parë është mirë, ka marrë të dhëna, unë nga mësuesja kujdesare, jo nga të tjerë se mi ka ndaluar institucionet si socialja, si bashkia, si drejtoresha e shkollës, ku kam edhe një zarf të mbyllur, që nuk na je përgjigje. Edhe këtë zarfin do ta tregoj, urdhëroku drejtoresha e shkollës, se ta shikoj dhe Ministri e Arsimit, që refuzoj, thot, nuk do t'japi kur ne pyesim për shëndetin, për psikologjin dhe për mirëqenien në mësimet nipit. Dhe ajo refuzon dhe unë nuk e kam hapur, do t'a hapur se çfarë i kërkoj. Dhe ajo e ka refuzuar edhe është i mbyllur zarfi, nuk e kam hapur. Të tilla zarfi ka dhe Armando në paraburgim, që i kanë vajtur që ajo vetëm i refuzon. Tani, po u them, të gjithë djemve të nënave, vajzave,
nënave që kanë lënë fëmijët e vegjël që rinë nëpër thanare, që mbledhin ndonjë lek, që jo të flasin me kartë telefonike. Unë këto skena më kanë shqetësuar jashtë mase. Dhe u dua shumë, bëni kurajë si ç'bra dhe unë se drejtësi ka. Si djemt, nënat, babalarët të gjithë, ka drejtësi, vonon pak, po ka drejtësi, koha po i pastron të gjithë, duroni si që durova dhe unë, dëgjove Armando, dëgjuat ju familje madhe, për mua ju i një familje madhe, si ju të burave, para burgin, edhe ju të grave, durim, Natasha u do shumë, familje tjashtë u dua shumë, opinioni u do, kush ka bërë gabime, njërë së gjallë kemi, bëjmë gabime, kërkojmë falje, drejtësia, do vërit të gjitha të drejta tona, sepse jemi njërës dhe na duan. Prandaj, kurajo dhe të respektoni njëri tjetrin dhe të adoni njëri tjetrin si familje madhe. Unë nuk kam shumë gjanë. Ka për sot, sepse duhet të sqaroj publikun për gjën që ne na ka ndodhur pa drejtësisht. Në dhjetor të 2023 dalim pak, të lutem. Po. Çfarë ndodhi? Në datën 16, Armando ishte i sëmur. Po. Dhe marrë makinën bashkë me vajzën dhe me prokur, mund ta ketë këtu prokurën, e di policia e shtetit, e di sociali, e din të gjithë, vetëm me prokur që të marrë fëmijën dhe si gjithmonë se në banes nuk na lajo, dhe me që është banesën ka të dytur Bërtas. Të lutem pa përmendur emrin e fëmijës. Më fal, po. E kishe një dhe Bërtas nipi, tani që mos të them emrin. Po. Bërtas që hajde se kemi ardhur me makinën dhe me sinjalin e asaj. Na del në dritarin e banjës, sepse dritaret janë në këtë drejtim. Dhe thot me shumë fjalë ofenduse, djali ishte imi, ikni këtej. Në dritaren e dhomës del fëmia dhe bërtet e ullëret, unë me ullërimat më të mëdha që mos se dovim të marim të keqen Tasha, pori, dhe me njerë lajmëroj që aty nga momenti lajmëroj komisariatin solli patrullën, vetë vajta direkt në komisariat, ama një thash i qetësoni fëmin, dhe fëmia i thot dakord. Le të qetësohet mamajet, më vi babit më marri nesër mëngjes. Dhe nisemi me Armando, unë gjithmonë nisem sepse nga që është në timon Armandoa, që unë të kem të komunikoj me fëmin. Shkojmë, nisemi që në 5 nga Saranda, arim aty në orat 8:30, të marrim fëmin, pa problem na jep fëmin, marrim fëmin dhe shkojmë në Kalat të Beratit. Në Kalat të Beratit gjëjmë edhe gjithë humoristikët e Portokallis, aty kërcuam të gjithë me muzikë, të gjitha kaluam shumë bukur, bëm dhe fotografi, aty ishte edhe një zonjë moshuar, si puna ime, dhe shiste unaza, varse. O tasha të gjithë shokët e mi... Të lutem pa emër, Natash. O tasha më thot, të gjithë shokët e mi kanë nga një unaz që janë simboli muzikës rock. Po. Meret, i them unë, meret keqen Tasha, i them. Morë të marrë 2, thot, po mere. Po të marrë dhe një varse, mere. Dhe kështu që u kënaqëm dhe aty, i këmë ngrëm dhe drekën, dhe pasaj prej andej shkojmë në Poshnje. Në Poshnje është një supermarket dhe në katin e dytë është me pizza. Edhe lodra. Thamë të shkojmë që jemi afër atje, të hamë dhe nga një pizza atje, gjeta dhe një 7-8 të djemë moshën në nipit tim, dhe u miqësuan. U miqësuan dhe marrë kamarerin i themajde këtu. Ata fëmi i themun, kam paguar, po. Shko me rua lekët, i thash, sot i pagua jonë. Sepse është dëshira ime, i thash, me që u miqësuan të gjithë fëmijët, se mua më pëlqen gjithmonë dashuria me njerëzit. Dhe kështu ndodhi, u afruan dhe ata, ndam dhe picën bashkë, bën dhe fotografi, që ata janë rritur sot, në qëpë se kanë qenë 13, janë për 15, kanë dhe fotografi që bën brënda tek lokali të gjitha këto, u përqafuam, ja ju për makinë, nëse quam fëmin tek e jëma. Dhe nisemi për në Sarand. Nga jo dit, dhe 2 muaj të tëra, deri në 20, shkurt, do me thënë, nga data 17, deri në 20 shkurt, do me thënë 2 muaj, ne nuk dinim gjë. OPG-ja, oficerja OPG-s, të komisariatit të Kuqovës, shumë mirë bëri, se i vajtin qytetare, dhe mori denancimin. Por, shkelja me rëndesaj është, sepse shpunojnë se e shtetit i ka dhënë besimin dhe të thrisë edhe palën tjetër, që dale, mirë të dëgjuam juve si denancuse, po të marrin dhe palën tjetër, ose kush kjo pala? Për çfarë ishe denoncuar, Natash? Ja, ta them unë, dhe shkon në denancusja dhe denancon thot, sot ka dalë në TikTok, që atë ditë s'kemi dalë fare, s'kemi patur TikTok atë ditë.
Si TikToku është bërë para 3-4 muajve në Saran me bluzën e verdhë të madhe që ka veshur djali në shtëpi në Saran të Armandos. Bluzën e djalit. Çfarë ka ndodhur? Dhe shkon atje dhe denacim, si që është denacimi, mund ta ketë. Dhe thot që sot unë kam parë djalin TikTok, i gjeta një thik 25 cm dhe si përfundime ka detyruar policia që na sivottikën dhe ajo çon një biçak, kaq, që na ekspertizmi që është bërë, ka dalë as shpus, as prerës dhe as armë ftohtë. Iku, kjo ishte prova vetëm dhe një fotografi që djali Armando del në Sarand me djalin shëtitore që janë mira njerëz në shëtitore, këto ishin 2 provat që çoi. Ikën dosja, shkon në prekurori. Prekurori kishte afatin, 15 ditë të bënte regjistrimin. Në 15 ditë që bëri regjistrimin, se e bëri regjistrimin, duhet na kishte thirrur. Thirrja as baban. Pse do t'ju kishte thirrur ndërkohë që videot ishin në TikTok? Dhe ajo e shikonte shumë qartë apo nuk ishte nga TikToku, nuk ka marrë video nga TikToku zonja. Nuk ka quar video, nuk ka quar në komisariat, nuk ka patur video. Ka patur vetë fotografin duke bërë xhiro me djalin të gjitha këto u bën filluan Ju TikTokun e kishit publik apo privat Natash? Ne kishim privat, flisja me ty unë, Po? shpreha dashuri, kur më ofendoje të ofendoja. Po, nëna e djalit ku e kishte parë, ndërkohë që e kishit privat? Nëna e djalit të shprehur para gjykatës që ma kanë sjell. Janë në shprehje, janë në audio, janë në seancë gjyqësore, mi kanë sjell. Po si ti solli, kush ti solli, ku janë bërë? Ëri si matufe, si bufe. Ëri dhe nuk përgjigjet. Mos ta ofendojmë se se kemi Po mirë, nuk përgjigjet, sa na ka ofenduar neve nuk është ofendim ky. Ky është një realitet. Prej andej u bë regjistrimi, filloi hetimet prekurori, 2 muaj rresht, si s'na thirrin neve një herë. Si nuk mori të dhëna në qytetin e Sarandës ky prekuror që çfarë bëhet me këtë fëmijë në Sarandë kur vete me këtë familje, në start është kjo familje Kumaraku apo Robolla, me se merren, por merr dhe mbas 11 dite, para se të na arrestonte neve, merr dhe bën 5 pyetje psikologes. Dhe i thot, më bëj raportin për këto 5 pyetje. Dhe brenda një jave, psikologja, emra nuk themi, e cila sot është edhe presidente e psikologëve të Republikës së Shqipërisë, bën një raport psikologjik, që kur është thirrur në gjykat, ngeli si kur t'ishte me metse. I bënin pyetje avukatët dhe pyetjet ishin: e nderuar psikologe, e ke marrë një intervistë fëmin? Ndërhynte gjyqtarja, mos u përgjigj. E nderuar psikologe, a ke vendin ku ke bërë intervistën? Mos u përgjigj gjyqtarja, se janë audiot. E nderuar psikologe, a ke orë, a ke incizime, a ke figurën e fëmis, a ke zërin e fëmis? Nuk përgjigjej, mos u përgjigj gjyqtarja. Në këtë kohë ndan nga vetja dhe i them, o përgjigju se po na vdesi, thash, se jemi në pranga. Na ke së murur, i thash, kalova para i frakt në para burgim, djalit i shpifur, gjendja tiroide është në gjendje të keqe, prapë sot e kanë marrë, kanë çuar në spital, çdo javë çoj në spital. Na thuaj, më të lutem shumë, i thash, më thuaj, ketë proces verbal me një fjalë. Jo, tha, dil jashtë, i thash këtë ja, nxirreni jashtë, i thash, dhe faleminderit shumë, i thash, që më në fund u shpreve dhe nuk u tërme as nga gjyqtarja. Dhe kështu, psikologja, presidente sot, mori atë çantën në kuriz në mbrapa, edhe iku, dhe ka që dëshmia e kësaj. Iku kjo, tani, tek dëshmia e psikologës. Te dëshmia e psikologës është gjithë manipulimi prekuror dhe psikologë. Psikologu t'i shket goja dhe thot në seancën paraprake. Unë me psikologën e flas në orën 11 të natës. Ç'është kjo psikologu? Qa e ka? Qa manipulimi është ky? Çfarë pune është kjo shtetërore? Sepse një prekuror, bas orës 4 mund të bëj hetime. Të marri të pandeurit, të marri denancusen, e të marri organe që duhet. Dhe, ja kërkoj me këmbgulje, ke fol me prekurorin në orën 11 të natës? Po, tha psikologja. Gjyqtarja ndërhyri aty. Qa është kjo, tha prekuror, është e vërtet? Po, i tha dhe prekurori. Atëre këtu del hapur manipulimi që seanca intervist me fëmin, jo. Orar, jo. Vënd ku është bërë intervista? Jo. Qfar është kjo?
Atëherë është një kopjo past që prokurori si mbas 5 pyetjeve bë gropën ti tha që të më shpëtosh mua. Shkatroi atë fëmijë 10 vjeç, se ishte 10 vjeç, shkatroi atë, ma se vdes edhe ajo plaka në paraburgim, të shkatrojt edhe ai babai dhe të fitoj mamaja një fëmijë jetim që ku do t'i vej jeta ati fëmije me këto që ka parë. Kjo është një katastrofi për nipin tim, jo për mua, unë e përballova. Unë e përballova dhe psikologe u bëra dhe për nënat dhe për motrat dhe për vajzat në paraburgim. Dhe kështu do jem të rjetën time. Por këtu është katruar nipi im që je ekselent në shkollë. Nipin tim e kanë mbajtur shokët e ti duke mbajtur prej qafe në për obor të shkollës, që mos u mërzit sepse i tregonin gjë me keqe e nderuar gazetare, ishte që mbajtën shumë edhe një muaj të tërë edhe pranga tona në televizor, duke dhënë prap manipulimi prokurorit, mori vendimin e ti dhe e dha në media për të shpëtuar veten e ti. Jo, nuk shpëton. Këtu ka drejtësi, do dali drejtësia. Dhe unë i bëj thirrje, KLD-s, ILD-s, SPAK-ut dhe të gjithëve që të merret me këta gjyqtarë dhe me këta prokuror, sa janë, pakice vogël është. Hiqni more, mos ta prishet emri i drejtësisë. Hiqeni. Pra Natasha dhe të vdiste në burg, s'do kërkoja vetëm të më shpëtoni nipi. Dhe kam thënë që në seancën e parë kur më hodhi prangat. Unë do shkoj, thash, në dorë të shtetit do jemi, thash, drejtësinë do ta gjej. Të lutemi, thash, më gjej të drejtën e nipit. Më shikonte se një matuf, më shikonte njeri i pa aft, si ai edhe gjyqtarja, të pa aft. Gazetare, më dëgjon. Jo, do ta jap fjalën, por kemi edhe ca rregulla në ekran, ë? Jo, mi të them është momenti i hapësirës parë publicitare. Ke shumë të drejtë. Atëherë, kemi publicitetin. Atëherë, përpara se dal publicitet, kur ke folur për herë të fundit me nipin? Që në 17 dhe në datën 17. Të lutem, 17 të kujt? 17 dhjetor të arrestimit. Ke folur për herë të fundit? Nuk e folur më? S'ma jep njeri. Kam kërkuar sociale, se kemi gjitha shkresat. Sociale, bashkis. Me vendim gjykate ti sa herë duhet ta takosh ti dhe babai? 2 herë. 2 herë në? Po. 2 herë në muaj? Në muaj. Kemi kërkuar dhe për vajti dhe për mbarru, si bëri dhe vullnetarisht, të vita marri babai. Duke ditur se ku është babai. Vajta kërkova ta marrun. Ke vendim gjykate, më thëtë, vish ta marrësh. Dhe ndërhyri dhe paraburgimi, ju lutemi se gjendja e Armandos është e rënduar, mi sillni djalin që të takohet, tha kam urdhën mbrojtje. Po këto gënjeshtra, po dalim se është një mësuese. Po dalim kjo drejtësia çfarë bën? Po kjo ministri i arsimit çfarë bën? Po si mund të gënjeshti moj? Po janë në seri gënjeshtrat. Më ka kërcënuar. Vemi në drejtorinë e shkollës të marrim që s'ka kërcënime. Vemi në kopësht, nuk ka kërcënime. Shkojmë tani vetë i thotë edhe paraburgimit, që është fakt, është provë. I thotë kam urdhën mbrojtje. Nga e ka urdhën mbrojtjes? Se ne vajtëm 2 vjet të paraburgosur. Këto janë nuk e di. Ajo e nderuar psikologe, merë masat, se këtu kemi ardhur pra të fëmin, lëre Natashën. Ajo është për diskutuar qëfar do t'i gjojnë nga të sot. Prandaj, nena duhet urgjentisht, gjendja shëndetësore, mendore e asaj nëne. Sepse ajo nën... Duhet dalim publicitetet dhe shumë. Publiciteti i parë dhe rikthehemi në pjesën e 2 dhe 3. Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi në pjesën e 2. Zonja Natasha, kërkoj të bëj disa pyetje për të qartësuar publikun. Unë e pash që ishe mjaft e indenjuar në pjesën e parë, ndoshta nuk është kuptuar shumë çka nga teleshikuesi, por të gjithë e mbajnë mend shumë mirë rastin tuaj për kujdestarin e nipit tuaj dhe për ballin që keni bërë në për ekranet, por të paktën në këtë emision keni ndalur shpeshherë të gjitha palët dhe për këtë gjë ju falenderoj. Atëherë, do ndaloj në disa çështje. Kur u fol pikërisht në shkurt me datën 20 shkurt të 2024, sa arrestimi jote dhe i Armandos, u përfol përdorimi i të miturve për përfitime në TikTok. U përfol përdorimi i mjeteve të ftohta siç ishte ju that Biçaku, ndërkohë që pala tjetër ka pretenduar për një thik, mjet prerës. U përdor fakti i fjalëve banale apo jeta e natës që një 9 vjeçar apo 10 vjeçar i asaj kohe bënte me babain. Të gjitha këto ju thoni që të gjitha këto pretendime kanë rënë poshtë.
Por Armando mbetet në parburgim dhe gjykata e shkallës parë Armandon e ka dënuar me 3 vite e 6 muaj duke i hequr dhe përgjegjësinë prindërore. Çfarë po ndodh? Atëre po të them unë. Shkelja e parë është që psikologja, që OPG-ja, policia e Kuçovës. OPG-ja psikologja janë ndryshme. Psikologja, Po? OPG-ja mori psikologja, mori një avokat, mori dhe të jemën që u bë denancimi. Dhe na doli që psikologja ishte shoqja e ngushtë e mamas. Dhe na heqi dorë. Në momentin që u bë arrestimi ton, hoqi dorë. Hoqi dorë dhe prokurori i kishte dhënë 5 pyetje që priti të më bëj raportin psikologjik jo mua, pastaj hiqi dorë. Dhe hoqi dorë për arsye sepse unë jam shoqe ngushtë e deklaruar me deklarat në polici dhe në prokurori që jam shoqe ngushtë e nënës së nipit. Iku kjo. Tani, të gjitha akuza jonë është 124 B2, që thotë shfrytëzim, fitim, dhunë fizike, për të lypur fëmin, për të fituar në TikTok për monetare, anën ekonomike, dëmtim mendor të fëmis. Të gjitha këto, prokurori nuk ka asnjë provë. Dhe çfarë bëri? I brenda dhe jashtë shtetit banka tona. Nuk gjeti asnjë euro apo dollar që ka TikToku. Ju nuk dini më të rëndën se çka ka bërë prokurori, se çfarë, kur je pa që dështuan të tëra, mori dhe vuri nenin 286 ekspozim droge, sepse ekspozim TikToku s'kishte haj. Sepse ne ishim në shtëpinë tonë, ne kishim në telefonin tonë, ai mori telefonin tim dhe të Armandos, dhe këtu s'ka gjetur nga TikToku asnjë fotografi të djalit. Ajo që personale, telefoni që personal, se kisha bërë unë veshur djalin me bluzën e babait të tij. Prokurori, kjo nuk është provë, sepse nuk bëri ekspertizmin, duhet të kishte marrë ekspert, t'i silte në gjykat, të bëj ekspertizmi, ta kishte provën, dhe pastaj të dilte, ta diskreditonte neve, po jo mori të psikologës edhe nisi në për media për diskreditim, atje ku janë injoruar edhe shumë psikologë, pse kanë rënë pretendimet e palës pretendimet kanë sepse nuk ishte as edhe një provë. Dhe, por çfarë nuk është prova, sepse nëpër media, në momentin e arrestimit tuaj ti e ke parë, janë shpërndar shumë foto dhe shumë video nga TikToku. Është një fotografi që ka dalë në kuzhinë me baban, dhe në një tjetër që ka dalë me mua me bluzën e verdhë, dhe këta tani kanë marrë bluzën e verdhë me një bluzë së zezë, ditë tjetër. Me një tjetër kanë marrë gjithë fotografi që ka patur ajo në telefonin e saj, dhe kanë bërë bashkëpunim dhe ndaj vinte mbas orës 4, një muaj rjesht, tek zyra e prokurorit, mbas orës 4, mbas orës 16. Kush kapur dhe nga korupcioni dhe është edhe në SPAK për këto gjëra. Iku, s'kisht provë me TikTokun. Kur e pa keq që s'kisht me TikTok,